Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin e Ria. Sonte jemi të ndëruar dy fish, për faktin që kemi një nga personalitetet, një nga veprimtarët dhe një nga njerëzit më të devotshëm të çështjes së kombëtare, zotri Shaban Muaj, por edhe fakti i dytë është që do të flasim për një personalitet të shquar të çështjes kombëtare, zotri Fadel Vataj. Përshëndetje, zoti Muaj, faleminderit që gjatë kohës jeni pjesë e televizionit Ria. Faleminderit juve për ftesën që na keni bërë dhe interesin që keni pas, interesimin që keni pas për Fadel Vataj. Nga muaji i vitit 1990 po bën 35 vite nga vdekja e Fadel Vatajs. Si do të na kujtoni këtë figurë dhe këtë personalitet i çështjes kombëtare dhe veprimtari pandalshëm deri në vdekje? Unë Fadel Vatajn e kam njohur dikun vitet 87-ta. Fillimisht kemi pas fat që ne jemi konë edhe familjet e tona kanë qenë përgatitne për këto punë të ilegales edhe punë të çështjes kombëtare. Kështu që ne nuk kena pas ndaj problemi, apo se ku po kyqema me kope gjoj mu kyq, apo si po kyqemi, një farforme kemi qenë të përgatitur. Për shembull, unë kam qenë i organizuar me Femilla Drovcin, Hafer Shalin, Shaba Shalin edhe Idris Hysenin, vitet 80-ta. Edhe mas ramjes të atyne nga Burg, Qiranën Burg, në 85-tën unë e meta dhe vazhdova veprimtarin, e themelu një komitet me disa shok në vitin 86, po me gjithat ishtë situatë kaotike, situatë shumë problematike se ramja e këtyne 85-tës ishtë një ramje shumë e madhe e njerëzve dhe fillu njerëz të friksohen. Ne do shok që ishëm met pa u arrestue, e bom riorganizimin bile që të dikun Dragodane kemi mojt një mbledhjen e parë të një iniciativë për themelimin e një grupit njerëzve të ilegales. Nga kur keni fillu, zotri Muja? Të fillani në ilegalitet? Unë kom fillu nga vitet 80-ta, Femija dhe Hafer Shales kishin nevojë për një lidhje në Prishtinë, se ata ishin studenta në Kroaci. Në vitet 80-ta unë mora pjesë në mbledhje me Hafirin, Idrizin, Shabanin edhe Fehmin. Unë si i ri që isha në vitin e 3 shkollë të mesme, e pyeta Idrizin se nga je. Idrizin më kthye se ishte absurde me pyet dikon se nga je, të ilegales. Idrizi Seni më përgjigj, tha jam, tha një fshatit, tha që jenë vjedh kërstinat, ato të kerët kashtë që bojnë, tha 3 herë për i natë. Edhe së më tregoj, ma unë shkova e pyta babgjyshin, edhe babgjyshin tha, pa ja bris që ka, tha, po heq motina, tha. Edhe unë po shkoj edhe pja thom, mbledhjen tjetër i thash, thash ti e brisish, edhe më aty më qërtoj Fehmiju, Femilla Drovci, kam pas, doje kam pas. Kam vazhdu me ta dveproj, kam mojt lidhje, kam pas rastin me njoft shumë njerëz të ilegales. Unë vje këtë që s'kena mujtë ma heret, pasaporti i Recep Mollës dhe Nuhi Berishës një natë pa vra që ja këshim pregadit shokt, e prunën të unë t'ja qaj Ali Ahmetit, t'ja dërzaj Ali Ahmetit sot që është veprimtar në Kërqovë dhe veprimtar i dallumi i çështjes kombëtare. Kam pas rastin ilegal të 83-ën Musa Gjaferin e Maqedonisë në shtëpi time ka nejtë se kishte ik nga hetusia. Do të thotë prej të 80-s jam konë aktiv vazhdimisht, edhe kam njoft personalitetet se mbojsha lidhje e Fehmis, lidhjet e Kroacisë me lidhjet Kosovës. Zoti Muja, së ishte vështirë
të funksionojnë. Ky ilegalitet, këto grupe, këto celula të ilegalitetit në për Kosovë e posaçërisht në Prishtinë. Si funksionojnë, sa ishte vështirë, sepse tani mund të flasim 40 vite gati, pas shumë lehtë, por rrethonat dhe kontekstet si kanë qenë atë kohë. Kjo, pak pore në fillim thash nuk ka qenë vështirë për disa, për shembull për rastin tim, se unë veç babën e kom pas përgatitur për këto. Si familje kemi qenë përgatitur. Nuk ka pas ndaj mënyrë, nështë na e kemi trashëguar edhe nga prindi, po si familje ne personalisht nuk po ka qenë shumë vështirë. Se ty nëse një person të ka orë ty në shpe ilegal edhe tu ka zbulu edhe ose arrestu në shpetone, u konë shumë state vështirë, ka qenë që gjdo herë u duft të t'jesh vigilent, t'jesh gjdo herë ka herë në rast të bëj shumë me përcil shumë vetë vetën. Jo që na përcil këtë dikush me na përcil, po edhe vetë vetën ne u dufshim ta përcilim. Ka qenë shumë vështirë. Në atë kohë, sidomos, në Prishtinë një lagje ku gjithë kanë qenë intelektual, doktora, këjshie kanë pas sërbin. Kështu që u konë një situatë shumë e shtirë, po vullneti e bot vetën. Kur ki vullnet edhe nuk e mendon se çka do të vjen mas, me gjithat me rinin, po shkon çdo gjon shkon me rinin, po, kur e ki edhe kra familjen, unë e kom pos fat që kom pos vëllëzër, mu të ras kom pos. E të naj shok të vishin e hishin e dilshin e për 3-4 vete, unë s'ka pos problem në shpetem, se nuk ku kuptu që jenë 2 vetë 3 në shpeteme. Femilla Drovci e shumë shok e njerës që sot se egzistojnë, që jenë Vrae, Lec, Gradica, doktori e Kaplët, që kanë kry shkollën në shpeteme. Kështu që s'ka pos në e farë personalisht për shtëpi teme po flas, që kanë hyje, kanë dalë edhe nuk ka pos në e farë problemi. Kanë hy shumë njerëz, Washimi, Kadria, po flas edhe për Azem Sylen, Mazem Syla, Ahmet Haxhia, Afrim Zhitia, Fari Fazliu, kanë hy plot, kanë dalë që i Bardhil Mahmut, ka një plak që kanë qitë jenë dalë 130 vetë që kanë dalë të ilegales. Kështu që ka qenë vështirë shumë, se gjithë mune ke pas frigën se po të bjenë personi që të ka ardhën konak. Zoti Muja, ndalëm edhe pak sa këtu në këto fillimet e ilegalitetis. Po flasëm për fillimet e viteve 80-ta, ku në atë ku ekzistante një shtet që quhej Jugosllavi. Një nga shtetet më të forta në Evropë, thuajse, superfuqi edhe nga armatimi, edhe nga aspekti ekonomik, një grup të rinjish, njerëz që besonin një liri, ku e merrnin këtë motiv, dhe ku i krijonin këto lidhje organizative, dhe në çka besonin që do t'ja delin në atë që ëndranin. Motivi u kur një gatshëm të shqiptarët. Se cili shqiptar që ka qenë i vetëdijshëm, motivin e ka pas. Nuk ka shqiptar që nuk e ka dikën të vram, ose të burgosun, ose të maltretum, ose familje e rrallë në Kosovë që ke mujtë. Do të thotë motivi veç ka ekzistu. Robëria, ne e dim që dhe në vitet 74 ta s'ka pas as universitet, për shembull baba eme ka pas të kry me shkollën e lartë sërbisht. Se s'ke pas shumë ca mu shkollu e Shqip. Këto janë, kur ti mbledhsh gjitha, kriza ekonomike, shtypja ekonomike që ka qenë, se ti përshamë dhe në vitet 74, kur ka marrë një farlirie Kosova, as një drejtar në për tëna institucionet i ke pas sërbë. S'ke pas as një njeri, një intelektual të unin që ka thonë që kjo është në pushtet. Mos të morën para këta Fadel Hoxhe, po intelektualt mirëfillt nuk e pas, ata vazhdimisht i kanë burgus, pe viteve 70-ta, pe vite 56-ta, kur flasëm për Adem Demonqin e ka
për gjeneratat e tona, dikun vitet 70-78, i Fadil Votën e ki për shembull, vitet 78 veç u koni organizum, ka pos para Fadil Votës, djali Hoxhës të Fadilit u kun veç i burgosën. Do të të motivet ne, çdo herë na kanë motivu që ta njerëz të burgosën. Njerëz cilët ata kanë rënë burg, po ne vazhdimisht kemi vazhdu, motivi na ka ardhur nga çdo sene. Keni posur fatin, po ashtu keni posur edhe sfidat. E thatë edhe vetë që të keni ofër, të gjendeni ofër këtyre njerëzve, këtyre personaliteteve, po ashtu edhe një lloj përgjegjësie gjatë jetës apo gjatë karrierës së juaj adhetare. Cili ka qenë kontakti i parë me Fadil Votën? Me Fadil Votën unë e kam njoft me emën edhe mbi emën kush o Fadil Vota. Edhe nga cili fshat është. Se më këshin full edhe shokët ma heret, po edhe kësha lexu për ta. Edhe me Fadilin e ishëm një grup shokësh që ishëm organizu Shaba Vishi, Sadikalit Jaha, Ahmet Isufim duket, Ahmet i Kumanovës ka qenë Bedrea Jeti. Ne ishëm një grup që ishëm i 86-ës. Ne me çdo kusht kërkoj shumë shok. Edhe fati dashti që Fadil Vota ulshu nga burgu. Edhe erdh puna që unë me shku drejt për drejt i mu takue me Fadil Votën. E lam takimin përmes do shokëve të Suarekës me dal në Suarek për ball stacionit të u kon korriki kur jam taku me se Fadili u dalën ma heret prej burgut, 2-3 muaj ma heret, edhe unë kam shku jem takue me Fadil Votën në Korrek. Mas 2 javë dite mu më arrestojnë, më qojnë drejt për drejt i ushtarë. Për herë të parë, kur u takuat me Fadilin, tha që edhe keni lexu për të, edhe ju kanë folur për të. Po, më kanë folur. Takimi i parë që ishte me të. Po. A ishin ato që keni dëgjuar dhe ke lexuar për Fadil Votën? Po. A i gjetet ato të ideale? Po, Fadilin kush e ka takue një herë, mos ka morë molli me po Fadilin. Ka qenë njëri, une ka herë i thëmë do shuk, vajs ka qenë, nëse këtë të feja që i përdurin këto pengamer, a i ka qenë pengamer, nëse është fjolla adekuate për atë njëri, a i ka qenë asi njëri. A i që i ka taku një herë Fadil Votën, a i ka pos dëshirë me taku edhe herë. Ka qenë një intelektual, një njëri furt, një njëri sakrificës, që me të vërtet nuk e ka di qka o tuta. Se me kohë dhe intelektuale dhe mos me di qka o tuta, ajo kun absurde, po te Fadil Votat të dyjat kam pos ven. Shtu që Fadil Votat ka dho për shtypjet, takimet e por aty të ka dho për shtypjet që qysh mu organizu, qysh me nejt me këtë njeri. Formë unë e kam pos fatin, edhe jem njoft me Fadilin, po edhe me Fadilin e lam takimin mas 3 javë me ardhë Prishtinë, për shkak do punëve të Fadilit, se do të me regjistru fakultetin edhe me vazhdu 7 orë, me vazhdu fakultetin në Prishtinë edhe do të takohë me atje. Po nuk deshti fati mu më arrestu në më qunë më kapen, më qunë ushtar me zërë. Edhe shkova ushtar. Masi jam këthy nga ushtria, unë përsëri u interesova, me gjithat edhe ata shok të ishin interesu, dhe erdhen ditën e dytë që jam shumë nga ushtria, erdhen Fadili, erdhen Fremzhitia, erdhen në shpiteme. Jemi arë me të po që e dalë për ushtria, edhe bisede ku shkue, ku jemi shkue, ku janë këta shokë, ku janë këta, se grupet që ishin konë të organizune me mu, ata ishin ko pas ishin një kjashtë, se kish pos arrestime, kishin një ka jashtë Fadili më spjegoj Fadili për situatën, tha, njerës tha cilë tje konë, tha e organizumë, ata e ndoli një kjashtë për shkak të
pështimit nga arrestimi, i kemi qitë jashtë, kurse tash jemi met, ato pjesë që të kanë met hala, do të na bashkëpunoj me bisede sipër. Po, në atë ko, vike Ali Ahmeti edhe Lëm Haxhia Hajdin Abasi. Një mujtet për para më kishte ardhur disa lek prej Zvicre edhe një letër. Përmes një lidhje e binte one. Afrimit edhe Fadel Vatës i thojnë që duhet me shku me i morë të Sahiti. Po flasim për Afrimxhetin. Po Fadilit edhe Afrimit i thojnë duhet me shku me i morë letrën edhe uzimet të Sahiti, edhe kontaktoni me Sahiti. Këta dhe jau pak Fadilit edhe Afrimit ja merr menja që unë muj me ko Sahiti, se për shkak thët që është veprimtari ma që me dhe i di rrethet edhe i din senet e takoni ma me Sahiti. Vjen Afrimi edhe Fadel Vata mas 2 dite që ishin ardhë 2 ditë për para dhe thonë për na do të një njëri. Tha shade për ajë kovë cilë është taj njëri. Tha për na do të tha Sahiti. Tha shpo kush për kërkon tash unë nuk ishaj sigurt au kyç Fadili, au kyç Afrimi tamon në situatë ilegale. Thash po këqyri, thash nëse e gjon, i thash unë jau qes në takim. Edhe vjen, tha po kur takohem, thash sa unë tajnë, thash në mbromje takohem, edhe e rregullojmë këtë punë nëse më e gjoj, thash. Unë e morra kontaktin me jashtë, me shokët, se u bon të në atletë shkrute që 2 shok nga perëndimi do të vinë me himrena për pregaditjen e mbledhjes që u pregadit ke bu majtë në Berish. Edhe ata erdhe në mbromje, Fadili ka pas prehi u qënë të ecke në përdhum. Tha Shaban, se unë tash Fadili njëfsha si Fadel, mu më thanë Fehmia. Edhe Salih mos gabofsha Afrimi, pseudonimin. Edhe tash ata mu më thanë që këta 2 vinë me morë. Po tash nuk isha e sigur ta është Afrimi edhe Fadili, a është Fadili, Fehmia. Edhe po ty si, tha e gjete, tha të Sahitin, thash po, thash aj po kërkon mu taku me Fehmin edhe me Salihin. O Shaban, tha, të unë jam Fehmia, Fadil Vota, a rrala thash edhe unë jam Sahiti. Edhe me Fadilin ku post me të vërtet një ku në shtapetëll të shtatës, po është një jetë për muaj. Zoti Muja, si u arrit ky besim? Sepse pa posur besim nuk kanë mundur të bashkëveprojnë njerëzit në atë ku. Si u arrit ky besim i plot mes jush? Çfarë karakterizante Fadil Vatën? Unë kur jam shkuë takim të parë me Fadilin, ja kom spjegu krejt jetën time dhe me kënë kam qenë i organizum. I kom të regu ren. Nuk kam shef kur gjë. Ja kom të regu shpin, i kom thok këty o shpia, gjdo sen, gjdo rast, për gjdo sen, ki me orë me hinë shpe, unë është baba e, me babën tem, thash, e kije qel muhabetin pa dorë ki. Edhe, kështu që Fadili, unë e thash ty të njëtë mirë, një pe i shkrime, një pe i shokve, po ti s'ke mujtë më mjoft mu e pri shokve, se unë e kam qenë ilegal i burgosur, nuk kam qenë ti me kuptu kush jam, po unë jam që jam. Edhe aty me Fadilin, kur kam shku në ushtar, Fadili u orë në shpiteme. U hinë shpiteme, ka nejtë me babën, një morë, fillimisht o shku, një morë me të po për Shabanin që u shku ushtare, ato formalitetet, disa. Po unë të regova që u konë njëri që u taku me Fadil Vatën, e ka pos qef mu taku edhe herë. Të nej baba em, gjdo herë ka pos dëshirë me Fadilin, me pos kontakte, me pos muhabet, se ka pos interesim. Baba em lexon të danosin, Fadili e ka lexu i zborin.
Edhe tash i nrëshin gazetat, unë sot e kam izborin e Fadil Votës në shpekam, që i ka met Bob Stem, kur ka ik Fadili. Ja u blesha edhe një farë gazete tjetër, po se unë ato ja u blesha veç me i provoku Bobën edhe Fadilin. Edhe besimi në qitë formë, besim tash s'po di edhe... E qartë, për shikuesit tonë, për audiencën, për njerëzit, sepse kanë kaluar 35 vite nga vdekja Fadil Vataj. Kush ishte Fadil Vataj? Si do ta kishe prezantuar? Unë Pas 35 vite, kur filloi karrierën e tij, aktivitetin e tij adhëtar, që nga mosha rinore, si hyri në këto rrjedha, derisa në vitet 1990, derisa la jetën. Sa një familjen e Fadilit, kjo edhe ma heret ka pas familjen një familje patriotike, po kënë rrjedha e ka shtije djali i Ogjes Tina, a i ka qenë i burgosun Rizab Vota, ka qenë i burgosun. Kështu që edhe Fadili, të thash edhe parën e disa që i kemi pas familjet ne jemi shkue si brez pas brezi, në ka për cjela e farfote që i kemi pas, edhe Fadili si fëmi i shkollës të mesme, unë sa di unë për Fadilin në rini që kemi bisedu me ta, a i që në vitet 1978 ka kriju grupet ilegale, që unë tash su në janë gjeje shok të Fadilit, po me disa shok tina kum vepru edhone, që s'kan ronë burg, me disa shok të Fadil Vatës. E këty që unë që aty kum pas rast me njoft Fadilin. Fadilin vitet 78 ka krijuar grupin politik, që ka udhëheq vetë, që ka qenë sekretar vetë. Do të thotë, ka pas matë më shumë se vetë, ai e ka udhëheq, ka qenë njëri i aftë, njëri i sakrificës. Unë po të thëmë shumë pak njerëz lindin me ata fësi që fore ka pas Fadil Vata. Në vitet 78 ky ka fillu aktivitetin, prej 78-ës në ushtri sa kam një orijune, Fadili e kanë arrestu, se ka ra grupi kënej dhe u është arrestuar, është denu me 6 vjetë. Burg është torturu njerëzisht, në gjykat ka mojt qëndrim të hatashëm, që është shembull që e këna morë si shembull qëndrimin e Fadil Vatës në gjykat gjatë gjykimit, edhe ne shokët e ilegale, se s'dikun u duft mu mbështet me tregu një shoku të ri se që ka bo ky shoku. Fadili mas doljes për burgut, këty ka pas të nej, ka tregu vetë vetiju se kush ka qenë Fadili, edhe në burg i ka organizue, që burg i ka organizua ta shok. Me koti me Fadil Vatën, me shku Qaban, ti e dol intelektual pe i burgut, nëse ke nejt ti me Fadil Vatën. Je dol intelektual me Fadil Vatën. Kështu që ka qenë njëri i dashtun, njëri i qetë, njëri i thjeshtë të konë shumë. Unë po të regoj një rast për Fadilin, nona jam ishtu e qitë një pite me kunë, që është njëri që ka qenë që unë e vetë me vetën jëmë befasum për ta, e i thëtë që ka po bënë, thëtë një kumullur, thëtë piqes, se mi ka una fartë. Një javën tjetër shkonë në shpet vetë, me smundjen që e ka pas, se na e di shumë shok që e ka smundjen, me smundjen që e ka pas, unë e ka shkoj të poshtë, ka dal, aj me 2 kumuj në kra. Ishtë një shësit, ishtë bo uj. Ashtë ku i që këta? Thëtë na unës, thëtë, pjakoj ke piten me kumuj, thëtë, ja kom pru 2 kumuj. Të me i bojt pe stacionit, të konviktet, stacioni autobuza ku konë, do të konë njëri shpirti i të kujtu konë. Në bos të asaj që kemi lexuar dhe kemi dëgjuar për Fadil Vatën, del një njeri i pampushtur.
Në bazë të asaj që shihet edhe maltretimet që janë bërë në burg, kanë qenë maltretime njerëzore. Po çdo herë i pathyeshëm që ndoshta njerëz jemi, është e paimagjinueshme të mendohet një personalitet i tillë. Çfarë qëndrimi mbante edhe pas daljes nga burgu, edhe cilat ishin objektiva dhe qëllimet e Fadil Vatajt? Fadili mas daljes pas burgut nuk ka prit si shumë të burgosën që se në hyjas të kemi shku me i lutë. Fadil Vata na ka lutë. Kur dalë për i burgut. Na me lutë, se kemi pas rast si me shku të burgosën, ne kemi lutë. Apo aktivizosh, apo kuj ka pas rast që s'ka dasht as më na prit. Fadil Vata orë na ka lutë. Kuptimin e fjales na ka lutë, na ka organizu. Nuk është tërhjek. Këta edhe më bore alë me full drejt, po edhe në burg i ka organizu. Këta edhe në burg i kanë posë celulat. Fadili ku ka qenë në burg, ka qenë me Ramadan Avdin, Halil Selimin, me njerës që po të flasë që këna vepruhe. Afrim Zhitin, këta kur jenë ndalë që ne mendjes kemi prit, se këta kanë qenë përgatitun edhe prej burgut. Fadili ka qenë i organizun, këta s'ka mujt, tash pse i kalon shok, këta t'jenë burg, tash mu nalun e menajt, po ka vazhdu e qato celula që i ka posën burg, atje me këta shok e burgut, pjarra janë në burgut Pozharevcit. Burgi Pozharevcit i ka pos komplet njerës që ti përmena si e nordh, ata e në kyç drejt për srejti, me Fadilin. Kështu që Fadili ka qenë prej burgut i pregaditur, pa marrë parasysh tortura që i ka pas, maltretimet që i ka pas, operacionet që i ka pas, ajës si ka dollë prej burgut, ajo kyç automatikisht. Me njëherë i ka lyp lidhjet, me njëherë u kyç në lidhje, me njëherë ka filluar me bori organizimin e shokve, edhe fatin e këna pas, që u dollë nga burgu. Ne jemi ka një grup, unë të regova, kemi pas Ferizajt, kemi pas të Drenicës, kemi pas, po nuk kemi pas kodra kush me udheq ato grupe. Kështu që kur me dolin e Fadilit në një farforme jemi shliru. Cile ka qenë objektive, cilat kanë qenë qëllimet, çfarë keni synuar ju dhe Fadil Vata bashkë me veprimtarët? Qëre në mbledhjen, kur është pregadit mbledhja e Berishës, aty është përcaktue Fadil Vata sekretar politik, Afrim Zhitia është përcaktue sekretar organizativ. Qëllimet e asoj mbledhje edhe vendimet e asoj mbledhje që në ardhë jemi do në sektore. Në kodër të organizatës. Të organizatës. Fadil Vata, që ka qenë krah politik, ai ka bo reorganizimin e grupeve dhe i ka nda grupet, kurse Afrim Zhitia ka qenë sekretar organizativ. Edhe i ka kriju grupet, jena kriju grupet e shtypshërës në kohën e Fadilit, ne veç kemi fillu me qitë gazetën e parë mrena në Kosovë dhe u shpërnda Rruga e Lirisë. Këtë gazetë kemi shtyp vitet 89, dikun 88, e këna shtypja këna nis me shtyp, dhe i sa i morëm mjetet teknike, kum pas fatin që kum kry praktikën në shkollë mesme në Feronikëll. Edhe me iniciative në shokëve mund patën shtije, mos me shku në kontabilitet, për si shkollë mesme, po më shtinën me hije në fotokopiuset Feroniklit. Feronikli ka pas atëherë makinat forta, e me mësu në sistemin e makina, kështu që vendosëm me bo një makina për me qitë gazetën. E kemi qitë gazetën Rruga e Lirisë. Qëllimi i Fadil Vatës me bo një teknik të fort, edhe me dal një propagandë shumë e fort. Kum pas rastin, s'pja përmeni emnin një fëmis një Udbashit, në Korz, në mars, kër e kemi shpërnda traktin,
Këtu thëke nuk janë këta edhe dentistat, po kush janë profesorat e ke, dikush për fakultetit, qaq është shkrue, është përpilu kjo komunikat. Fadili ka pas qëllimin edhe ka formu grupin, këna formu grupin për me kryu aksione. Ne kemi kryu aksione edhe në vitet 89, ja kemi nisë me iniciative e tyne. Iniciativa e këtyne u ka qenë. Të ne në grup kemi qenë Fare Fazliu, Afrim Sajt Krasniqi, une për me kryu aksione. Kemi pas aksione zhdzumjen e banderave, bojkot thyri, kalljen e pompës benzinave, kalljen e trakës të bilicit, mos me qimër, mos me shfrytzu ekonomin, pushtu si mos me mujt me shfrytzu ekonomin e Kosovës. Kryesisht qito Fadili ka pas, këna morë, jemi kont pregaditun, kemi pas bozat, bunkeret, që kemi mush me armatim. Po flasëm për fund të viteve 80-a, në fillim të viteve 90-a. 89, në fillimit vitit 89 po flasëm. Ne aty këna pas Ahmet Haxhia, Ahmet Zullufi, të shtëpia e tina në Prishtinë, kemi pas 2 bunkera. E kemi pas Honden me bunker. Edhe mi shkue detyrë o konë që me shku me marë armatim, me pru edhe me rezervu për luft. Qëllimi i Fadilit, i Afrimit, i Fare Fazliut, i shokëve kështu në përgjithësi që i shumë të ilegales, ka qenë lufta, se nuk e këna, ne këna para po që pa luft, kë vend nuk ka shqerim. Ty ne do të pregadim. Ne që ja kemi nisë prej vitit 87 me pru armatim. Ty ju falenderu Ahmet Haxhis Ahmet Haxhia ka qenë kushërim me Bacen Adem, edhe ka pos veturën Honda, e ka pas regullu, se ka qenë vetë me aniqar, ja ka pas regullu e bunkerin Hondës, me ta kemi pru vazhdimisht armatim. Zoti Muja, një element tjetër që e kemi ndëgjuar të Fadil Vataj ka qenë për pos kësaj anës fiduse që ka qenë në burg, pastaj nga smundja, i pampushtur dhe i padorzuar asnjëherë deri në fund të jetës së tij. Si përballej me smundjen dhe me veprimtarinë, zoti Vataj? Une për Fadilin, kur ju më arrestuë në shtator, me 4 shtator të 89-ës, une nashta kësha mujt me pështu, mos mu arrestu, se kam hetu. Po Fadili ka pos me ardh, me morë material, bile aty edhe në gjithë traktet, kur ju më ronë në burg, që këna pos venin, ku i lom traktet, që me ardh Fadili me i morë me shpërdo. Une kam qenë lidhje, kam mojt lidhë në bajtës me perëndimin edhe me rrethet. Për mos me ro, Fadili se ne shok të dishum që ai e ka këtë smuj, pa i s'kallëzaj, ka i s'tregoj, ka i s'ka pos shantës, me tho Fadili kam dhimbje, s'po mu i shkoj që tyja, po shpo mu shkoj që tyja, jo, nuk ka pos teori, s'ke pos kur, unë e sa këm punu me ta, kur nuk e këm dëgju që ka bo njëre, edhe i thësha ka herë në gotë, shafësha, ati shëq, a je mirë, thë ke s'kom kur gjë, ke pse qa, për na e, si shok e di shumë, kam ronë burgaj, Fadili u dalë dikun me 11, mos gabofsha, po me 7, Fare Fazliu e ka qitë dhe në Sloveni, Fadil Fazliu, vllovi Fare Fazliut, e ka qitë, unë imra me 4, une kisha fri, këse më lendun shumë në burg, gjatë tortura, shumë më lendun, edhe vjen baba më po, edhe më kap për qafe se isha në spital, ma veç thëshin po vdese, ato. Edhe po i thëmë babës, kur më foli, thash, bablok, thash Fehmija në tikë. Se u të qa që po më bjenaj në burg,
për tjertë se kisha fort probleme, me këtë grupin që isha, u ballafaqesha se këta nuk më ishin me dalë ma shumë se te one edhe te Fadil Vota. Ma largë, këta nuk kanë ditë shok tjerë dhe jemi konë foti që i kemi pos Fadilin, organizator. Nuk kalon Fadili me ardhun e me njoft tjetrin, grup tjetrit e me mojt lidhja unë aneje kënes, ka pos regull, ka pos. Sistemi i legales e moj men, sistemin e ilegales pejt të dhejtës, e moj men që jumë ko aktiv, veç niveli i organizimit ilegales është medaljen e Fadil Vatës, e mënyrën edhe sistemin që shë ka organizue me Afrimzhitin, ka qenë nivelin, edhe qatë fate kemi pos, që nëse ka ra një grup, tjetëri grup së rëziku, ka ra grupi që më kanë rëziku veç mu, ju më rane me ta, edhe këta tjertë kanë vazhdu, gjithë kanë vazhdu, as një sunal, a Fadilin shok që shumë kanë tregu që në spital, shumë është interesu, më trego baba, unë e tha, a i tha s'ka pos javë, apo 10 ditë s'ka shku pa u lajmërue me vetë për ty në borg. Edhe pse a i vetë në gjendje kritike në spital, ty pyt në telefon, qysh është, a e ko me vizitu, apo kështu që Fadili, babës kër i thash, fëmija në tik, tha ka tranu, për mu. Po hynë bardhyli legalisht, bardhyl Mahmutin shpiteme, edhe thët bablok, qysh është, Shaboni thët, po tranu, fëmija në borg, thët po thët në tik, se në shpiteme ka njohët specagjia, i rahovecin, kanë menu që është, thët o tranu, thët ja, thët Mirko ka thët ledhët, se Mirko ka thët ledhët, që ashtë të në të vazhdat. Unë e kam kërkue më tërhjek Fadili, borën ma të mollë e bojsha, frigën ma të mollë që i kisha, mos po bje Fadili. Shtu që Fadili të regujnë shokt, edhe dhejnë minutin e fundit. Ka qenë shumë i furt, edhe kërkush, jo shokt, po edhe një vllai imi që ka nejt aty vazhdimisht të Fadili Naimi, një vllai jemi, aj vazhdimisht thëjke kur vllathë ke se ke një të janë kuë. 25 prilli i vitit 1990 ndohet nga kjo jetë, por hynë në përjetësi që të kujtohet me pjetetin më të lartë, si njën nga njerëzit më të dëvëshëm që kontribuaj për atë dhejën. Qëfar do të na kujtoni? Unë për Fadil Vatën, të cilën nuk e keni thënë ende, ka diçka që se keni thënë për publikun, për Fadil Vatën. Unë mëj me thotë që për neve shokëve a i su dek. Fadil Vata nuk u dek, më kujtohet në burët se zej, kur kanë lypë shokët me pru mrenan të vdekun, me vorosë Kosovë, që atëherë më kanë pru fotografinë e Fadil Vatës. Edhe më kanë thonë, a është kjo. Edhe aty s'ja ku më pranu. Se si shaj sigur ta, a ka dalë, a s'ka dalë. Kështu që Fadili për mu s'ka vdekur. Fadili kalon zbrasin se po t'i shkon Fadili gjallë sot. Ti një të bindun Fadili, Afrime, Fare Fazle, këta shok që na u kanë vrau. Ti një të bindun që situatat politike ishin ryshe. Shumë në ryshe këshin shku, jësë kur që jenë duke shkuar. Zoti Muja, a kam betur diçka? Pa thënë për Fadil Vatën, ndë një bised, ndë një diçka që e keni ruajtur edhe ju kam bojtur gjithmonë, ajo mendim, ajo fjalë, ajo porosi, apo bashkëbisedim i bashkëveprimtarëve të hershëm. Porosia e tina ka qenë themelimi i ushtrisë. Qysh në 88-ën, 89-ën, kyve që ka formu grupet, kyve që ka themelue ushtrin, ka posë edhe 90-91, deri 93-ën, kur është dollë hapta ZUÇK-ja. Ky ka qenë për cilje Fadil Vata, Afrimzhitia, Fare Fazliu, këtave që themelet veç i paten bo.
armatimin që u obligojshë me shku çdo muj, me morë armatim, me i dërzu në përbaza në bunkerat që ka pos Ahmet Haxhia, dikur e kam pos edhe në Shpitem bunkerin, që i kemi mush bunkerat me armatim. Kjo ka qenë përgatitja e Fadil Vatës, Afrim Xhitisë dhe Fari Fazliu. Ndore nga kjo jetë e zoti Fadil Vataj, së la zbrastir për bashkëveprimtarët, për shokët e idealit pas prillit 90 e vitit 1990. Me doljen, me ramjen në burg neve, edhe doljen e Fadil Vatës nga burg, u detyrua Afrim Xhitia me orë nga ushtria, edhe me hi automatikisht një legalitet. Kështu që në la neve zbrasin se në la u du të përsëri një reorganizim. Nuk kishtë situatat politike, nuk pret ke më kohë që kishë më kohë të me bo reorganizim. Edhe për këtë arsye një farë forme, Afrim Xhitia u duft me lëshu ushtrinë edhe me hini legalitet. Me shkurjen e Fadil Vatës, ajo duft të nej kyqet Ramadan Avdia, Halil Selimi, se atëherë del edhe Bardhel Mahmuti jashtë ik. Kështu që zbrasinat jesin doshte pa doshte, Fadil Vata në la unë isha në burg, po këta shok t'i la shumë keq. Kështu që ju detyrue, jo që keq, po filloj më bo një faramullie rreth organizimit. Organizimit fillun prej gazeta, ose na prej rrugës Liris, të ne këna qitë edhe Minatorin. Minatorin e këna shtyp mrena, këna shpërndo. Kështu që fillun mu stangnu senet. Dolja e Fadilit që për shkak të smundjes që dul, edhe detyruhet afrimi me ardhë. Me Fadilin, Hasan Ramadani që është vra, një natë paran burgu, ne ja këna pregadit bazën ku ka nejtë Prishtinë Baca Hasan, ku ka nejtë mra mi here Afrim Xhitia dhe Fari Fazliu, në qatë bazë ka nejtë, një natë paran në burg, kemi bujtë Ahmet Haxhiu, Ahmet Zullufi, kemi shtyp traktin, që është shpërndo në 7 orë, u moj keni farë mbledhjet pa inkuadrumve në atë kohë dhe ne e bënëm traktin e qitëm. Me Fadilin kom shumë. Me Fadilin kom veç me bo me vetë këta shokët, ka herë kur takohem që e kujtoj, unë e kom shumë me ta. Po munu në një farë për mbledhje, sa ma të vogla, unë kam qenë edhe pak si humorist, kështu si mërzit fort, abi asbi, edhe i kam guc, Afrimin Farin, këtë Fadilin e kam guc, në kuptimin e fjales e kam guc, që mës përshkak që ka posë edhe pak smundjen e kam guc, ka kam shku rrugës. Po rrugës ti me to me jetë, me Fadil Vatën shumë ca s'ke pos me jetë. Ja, veç u duhet me vrapuaj me jetë. Shumë ca teorike s'ka pos, asë një shok. Kështu që unë e gjdo herë e ngacmojsha këm pos, thash, shumë pak mduket që kam nejt me to, po mduket një jetë. Zoti Muja, keni qenë i burgosur politik, po ashtu edhe bashkëveprimtarët e juaj. A mund të thejmë që burgjet, kazamatet serbe, burgjet kanë qenë pjesë e dheut, edhe aty gjindet copza të vujtjeve dhe sakrificave të veprimtarëve të çështës kombëtare në kohë të ndryshme. Qëre, jo veç gjeneratës tonë, po edhe gjeneratëve gjyshreve, babalarve tonë, ne që jemi, jo grimca, po aty ka veç gjak shqiptari, në të bursi. Vitet të dhejta ka gjak rinije, ka vitet për 74 se përpjet
që i dionit 74-ën, që ku mojt men burgusit të 74-ës, kur jenë rahe, të nejnë fund që ka morë vesh për 68-at, do të thot jo grincë, po aty u krejt gjak, krejt muret jenë me gjak. Dhe përkish këto burgje, këto maltretime, këto safikica, u bën shkaktar edhe i vdekjes së Fadelvatej. Pikrisht ky maltretim edhe ky trajtim, se ne në për burgjes kemi pas trajtime njerëzore. Të s'ke mujt me lyp trajtime njerëzore, kur e kanë pas që ke lëshu krejt e ke lëshu, edhe Fadili ka kërku si mas informata që i kam pas për Fadilin, edhe Fadili vetë që ka të regu, deri sa Fadilin e ka mujt smundja, se ndoshta me pas heret, me pas intervenue, ndoshta nështë po thëmë që ka pas në shpresë, po nuk e kanë trajtue, kështu që çdo burgusën nuk jenë ko trajtu mas njoni, vesh kur e kanë po që mos ka edhe kanë qute në për trajtime në për kësi, edhe trajtimet nuk kanë qenë njerëzore. Edhe trajtimet unë e kanë pas raste. Unë e për vete personalisht e kam pas raste. Trajtimet jenë kosh njerëzore. Krejt në atë ven vishin i kontrollëshin të ne, të une ata hajna kriminella, të une më kaleshin. Kështu që edhe trajtimin edhe të mjekte kemi pas trajtim të shkollës 2, 3, 4, në kanë marrë parasysh. Veç që s'kanë pas qare. Mos me vdek aty për aty. Kështu që edhe Fadili ka pas njëtin fat, e ka pas fatin që edhe trajtimin si trajtim që ja kanë bo. Me kos ja kanë bo. Se po t'ja këshin bo me kos, sot Fadili ishte. Sot jemi në vitin 2025, 35 vite pas vdekjes së veprimtarit Fadelvatej, Kosova është e pavarur. Me sënime dhe me ëndrat e juja shokolluar të rinis që kënë ndru një Shqipëri. Kënë arritur sënimet objektiva që këni pasur në moshën rinore, ju me bashkëveprimtarët e juj, që Kosova po shkon në rrugën të cilën e këni ndru, apo jenë realizu të gjitha ato që e këni menduar. Por nëse më pyet personalisht, mu e kështu po flas pa ngjyra politike, se nuk lidh na fort me politikën e jo që në pjesërisht është realizue, pjesërisht ëndrat e tona, se sot se ki ushtrinë sërbe, sot se ki është formu ushtria jone, po me politikën që janë të ndjek politikantët tonë është për me tartë keq. Për me tartë keq. Nuk po thëmë sot kjo, por sot dja e gjithë. Nuk ka nëj politikë qartë rrëth çështjes të Kosovës. Zoti Muja, kemi shumë për të diskutuar për juve personalisht, veprimtarinë e juj, aktivitetin e juj, e posaçërisht edhe të Fadelvatejt. Faleminderit shumë që ndatë. Faleminderit edhe juve. Kujtime për bashkëveprimtarin e juj, zotri Fadelvatej, lavdi gjithë të rënëve për lirinë e vendit tonë. Faleminderit edhe për juve, faleminderit shumë që keni pas iniciativë me fol për Fadilin, se keni pas edhe përkon me fol, po ju kësha lutë mërën edhe shok tjerë, për veprimtar tjerë, se kanë historinë vetë jenë. Çdo i burgosën politik, çdo njeri është historinë vetë. Patjetër, faleminderit edhe një. Faleminderit juve. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.